Charlie u vesh si një njeri I varfër dhe erdhi në shtëpinë e të fejuarës së tij. Nuk do ta harroj kurrë ato që ndodhi më pas. Miqtë e kanë quajtur gjithmonë Jacob Green, profesori. Djali nuk e mendoi se ishte fyese pasi ai mori një arsimim të mirë nga një prej universiteteve më të mira në vend. Për më tepër, prindërit e tij ishin shkencëtar përpara se të bëheshin njerëz të suksesshëm biznesi. Pavarësisht se djali ishte I rrethuar nga luksi dhe pasuria që në fëmijëri, ai u rrit në një djalë të sjellshëm dhe të thjeshtë. Kjo ishte pjesërisht për shkak të faktit se dadoja e Jacob e mësoi atë të respektonte njerëzit, pavarësisht nga statusi I tyre financiar ose social. Pasi kishte marrë një arsim të shkëlqyer, ai mori një punë në firmën e babait të tij, me qëllim që përfundimisht të bëjë pasardhësi dhe të merrte frenat nga duart e babait. Në kohën e lirë, biznesmeni I ri merre me punë pamirësie. Ai ndihmonte jetimore dhe qendrat mbështetëse për njerëzit në situata të vështira jetësore. Me gjithë sukseset e Jacob, prindërit e tij ishin shumë të shqetësuar që ai ende ishte beqar, por I riu vazhdonte të shtynte martesë. Birë, ne nuk jemi më aq të rinj dhe duam të shohim nipërit tanë dhe duket se ti dhe puna jote do të na privoni nga kjo përvojë, u ankua zonja Green. Mami, ju lutem mos u shqetësoni se kam ende kohë të martohem, nuk jam aq plak. Jacob u përgjigj duke parë poshtë me turp. Sigurisht se Jacob kishte shumë të dashura gjatë viteve të tij studentore. Megjithatë, asnjëra prej tyre nuk I dukej I përshtatshme për rolin e gruas së tij. Jacob gjithmonë dëgjonte atë që prindërit e tij kishin për të thënë. Pas asaj bisede të paharrueshme me nënën e tij, ai filloi të sjell gra në shtëpinë e tij. Ai solli në shtëpi gra që I njinte ose kishte të paktën një lloj marrëdhënieje me to. Ai e bëri këtë me shpresën se prindërit e tij do ta ndihmonin të bënte një zgjedhje. Por të gjitha përpjekjet e dështuara për të gjetur një grua nuk e dekurajuan Jacob, dhe ai ende shpresonte të takonte gruan e ëndrave të tij, që prindrit e tij gjithashtu do ta miratonin. Por koha kaloi dhe Jacob ishte larg martesës. Një herë kur ai ishte në një restorant me miqtë e tij në gjysmë të darkës, ai papritmas kuptoi se I kishte harruar celularin e tij në pallto, kështu që ai shkoi në garderobë. Duke marrë telefonin e tij, djali ishte gati të shkonte në tavolinë, kur papritur përplas me një të huaj simpatike. Oh, më falni që jam shumë e ngatët, vajza foli në siklet. Jo, nuk është faji juaj, por imi, duhet të isha me kujdes. Jacob u përgjigj I sigurt, duke prekur dorën e të huajës. Doli se emri misterioz e simpatike ishte Charlotte, dhe ajo ishte gjithashtu nga një familje pasur si Jacob. Ata patën një bisedë të këndshme në kafene dhe gruaja tregoi se kishte studiuar në Londër dhe kishte kaluar disa vite duke jetuar në Britaninë e Madhe. Pasi kishte mësuar se në kohën e saj të lirë, Charlotte bënte punë bamirësie, djali I habitur ishte fjalë për fjalë gati të martohej në vend me të. Të rinjtas që e vuan re se koha kaloi dhe më pas Jacob e pyeti nëse mund ta shoqëronte Charlotten për në shtëpi. Ajo nuk u përgjigj, por u tensionua dukshëm dhe ktheu bisedën në një drejtim tjetër. Kjo ishte dita kur Jacob dhe Charlotte filluan të takoheshin dhe pa I ditur ata u futën thellë në një marrëdhënie romantike. Çifti I ri kaloi aq shumë kohë së bashku sa nuk mund ta kalonin pa u vënë re nga mamaja e Jacob. Jacob, birë, kur do të na prezantosh me të dashurën tënde? Pa u djali mirë dhe ftoje për darkë. Unë do të bëj rostën time të famshme. Ta zonja Green, e cila ishte etur të takonte gruan që kishte fituar zemrën e djalit të saj. Për befasinë e tij, Charlotte ishte e lumtur dhe pranoi një darkë me prindërit e tij, duke bërë atë të qartë se ishte në një marrëdhënie serioze. Nuk ka nevojë të thuhet se darka shkoi shkëlqyeshëm, dhe të gjithë të ftuarit dhe nikoqirët ishin të këndshëm dhe të përzemërt. Zoti dhe zonjës Green u la shumë për shtypje e dashura e djalit. Ajo nuk ishte thjesht e bukur dhe e zgjuar, por kishte edhe një edukim të mirë që ishte një nga kriteret kryesore për çiftin e moshuar. Fal shakave dhe bisedës interesante, mbrëmja mori fund shpejt, dhe kur Jacob shkoi për të përcjellë Charlotten,
Zoti Greeni dha atij një gisht lart. Kaloi një muaj plot përvoja romantike dhe pasion. Për t'i bërë takimet e tyre më komode, Jacob mori me qira një apartament për Charlotte dhe ajo u transferua menjëherë atje. Pasi mësoi se Charlotte kishte marrë disa jetimore në kujdesin e saj, Jacob filloi menjëherë të bënte transferta mbreslëse në llogaritë e saj bankare. Por një ditë ndodhi diçka që e bëri atë të vinte në dyshim sinqeritetin e qëllimeve të Charlottës. Kur çifti po bënin pazarin së bashku, Jacob qëndroi prapa për të paguar ushqimet, ndërsa Charlotte doli jashtë për ta pritur. Një lypës ju afrua Charlottës duke i zgjatur dorën për të kërkuar para. Duke parë lypsin me neveri, gruaja e përzuri në mënyrë të vrazhd. Jacob, i cili aksidentalisht u bë dëshmitar i këtij takimi, nuk e miratoi sjelljen e të dashurës së tij. "O, më fal zemër, ai më trëmbi", i gjori, "u zvarrita shedhe e përzura", tha Charlotte duke ulur syt si në falje. Në fillim Jacob nuk e mendoi shumë këtë incident. Ai thirri lypsin dhe i dha çantën me sende ushqimore që sapo bleu në supermarket. Megjithatë, ai nuk mundi të largonte ndjenjën e shqetësimit dhe dyshimin e shfaqur nga sjellja e çuditshme të dashurës së tij. I torturuar nga dyshimet e tij, Jacob vendosi të telefononte jetimoren për të cilën supozoi se kujdesi Charlotte dhe fondacionin që ajo kishte krijuar. Për çudinë e Jacob, menaxhmenti i jetimores nuk kishte dëgjuar kurrë për kutitë me fruta të freskëta ose lëngjet që Charlotte dyshohet se kishte bler për ta. Kur Jacob e pyeti drejt për drejt të dashurën e tij për situatën, ajo as nuk u trem dhe thjesht u përgjigj se duhet të ketë bërë ndonjë gabim dhe t'i ketë dërguar në ndonjë jetimore tjetër. Shpjegimi Charlotte duke jashtëzakonisht i dyshim dhe kështu që Jacob vendosi të shkonte deri në fund gjërave. Për t'ia dalë mban, ai u drejtua te një agjenci investigimi. Për çudinë e tij, hetuesi privat doli të ishte një grua e bukur me emrin Emje, e cila e dëgjoi me durim dhe tha: "Mirë, zoti Green, nëse doni të shihni gjithçka vetë, ju sugjeroj të organizojmë një performancë të vogël. Mos u shqetësoni, nuk do të jetë asgjë e vështirë dhe pse do t'ju duhet të grimoheni për këtë." Jacob vetëm shërëtiu i trishtuar si i përgjigje dhe u vu në duart e artistit profesionist të grimit. Më pas, duke ndjekur udhëzimet e Emit, biznesmeni i ri ul në një stol pranë apartamentit të marrë me qira të Charlotte dhe filloi të priste me dyrim. Detektivja ul në një makinë të parkuar aty pranë. Ajo synonte të filmonte çfarëdo që të ndodhte midis tyre. Kur më në fund Charlotte u shfaq në ndërtesë, lypsi u afrua dhe filloi të lutet për para. "Ik nga këtu ti gjë e neveritshme. Nuk do të jap asnjë qindar, shko pyet diku tjetër." Charlotte bërtiti vrazhd, duke e shtyr lypsin fort në shpatull. I maskuar si fatkeq, Jacob mezi mbante lotën. Si është e mundur, a do të thotë kjo që ajo po më mashtronte gjatë gjithë kësaj kohe, mendoi djali, "Të paktën tani ju e dini të vërtetën, zoti Green. Do të më duhet rreth një javë për të mbledhur të gjithë informacionin e nevojshëm, kështu që ju lutem vazhdoni të veproni normalisht si më parë dhe siguroni që të mos lejoni që Charlotte të zbulojë se ju dini diçka." E këshilloi detektivja duke parë me dëmshuri Jacob. Java kaloi shumë ngadalë dhe kur Amy më në fund i dha Jacob dosjen me të gjitha informacionet që kishte gjetur, ai zbuloi që Charlotte ishte një mashtruese që vidhte burra të pasur duke i mashtruar për të dhuruar para për të ashtuquajturën fondacioni i saj bamirësisë. Prindërit e saj ishin në fakt alkolik dhe jo njerëzit e pasur për të cilët fliste. Jacob ishte gjithashtu i habitur kur mësoi se ajo në të vërtetë kaloi shumë kohë në Lodër, ku madje kishte një bashkëshor të ligjshëm, i cili doli të ishte një burr shumë i pasur. Ajo i takoi atë në një nga faqet e takimeve dhe falti ajo mori arsimim të mirë dhe disa para për të bërë bukur. Por burri ishte i zgjuar, kështu që ai e detyroi Charlotten të nënshkruante një kontratë paramartesore, sipas së cilës ajo nuk kishte të drejtë për asnjë nga pasuritë e tij. Prandaj gruaja doli me një justifikim të besueshëm dhe vendosi të kthehej në adheun e saj, ku ajo filloi të kërkonte burra të pasur në restorante dhe vende të tjera të spikatura. Pasi e dëgjoi Emin, Jacob u zbe dhe më pas kërkoi të grimohej për të dukur si një lypës përsëri. Ai shkoi të takonte Charlotten,
Dhe kur vajza hapi derën dhe pa lypsi në pragun e derës, instikti i saj i parë ishte të thërriste policinë. Por kur Jacob hoqi grimin dhe parukën, Charlotte bërtiti në përgjigje dhe mbuloi syt me duar. Ajo kuptoi gjithçka pa fjalë dhe as nuk u përpoq të bënte justifikime. Dhe kur Jacob pa një shkëndijë zemërimi në sytë e gruas, e kuptoi që informacioni i Emit ishte i saktë. Me kalimin e kohës, Jacob e ka përcjell Charlotte dhe tani ai mendon për të gjithë situatën me një buzë qeshje. Kjo pisërisht për shkak të ndihmës së detektives, e cila rezultoi se kishte rënë në dashuri me të pikërisht në momentin që ata u takuan. Dhe duhet theksuar se ndjenjat ishin reciproke. Jacob thjesht nuk mund ta kuptonte atë në atë kohë, por tani ai e di se sa e rëndësishme është ndershmëria në një marrëdhënie të bazuar në dashuri, respekt reciprok dhe vetmohim.